Pjesëmarrja e Mimoza Ahmetit në formatin televiziv Ferma VIP ka ngjallur debate të shumta në rrjet, veçanërisht për natyrën e saj pa komplekse dhe dinamikat që krijon me protagonistët e tjerë. Përballë komenteve dhe paragjykimeve të publikut, ka reaguar publikisht vajza e saj Luka, duke zbuluar një anë krejtësisht të panjohur dhe sakrifikuese të artistes si nën. Përmes një komenti të gjatë në rrjetet sociale, Luka ka marrë në mbrojtje nënën e saj duke zbardhur vështirësitë e së shkuarës. Ajo ka rrëfyer se Mimoza ka bërë gjithçka për t'u ofruar atyre një jetë më të mirë, duke qëndruar për 2 dekada në një martesë që nuk i ofroi dashurinë e merituar vetëm për hir të fëmijëve. Për të gjithë kuriozët, Mimo ka qenë mama ideale, ka sakrifikuar për ne çdo gjë. Ne kishim gjithmonë më shumë rroba e tualete se ajo. Në shkolla private, pavarësisht problemeve ekonomike dhe nuk dilte fare, e kishim gjithmonë në shtëpi. Nuk ka marrë dashurinë që meritonte në martesë prapë ndeti 20 vjet vetëm për mua dhe motrën. Mëtej Luka ka sqaruar edhe sjelljen e Mimozës në ekran, të cilën një pjesë e audiencës e ka interpretuar si flirtim të tepruar. Ajo thekson se gjithçka është në kuadër të spektaklit televiziv dhe se e vërteta jashtë kamerave flet për një grua me parime të forta, e cila ka vënë gjithmonë familjen në plan të parë. Mami e meriton qiellin, plot me drona e parashuta, e bën kastile që të shkoj të takoj, se ka marrë mallin dhe nuk u takuam dot vjet sepse nuk arrita dot të shkëputem nga puna kur ajo ishte pushim nga universiteti. Për të gjithë ata që mendojnë se Mimo e ka mendjen të çunat, duhet të kuptoni që ajo po bën show dhe nuk është fare karakter i përdal, përkundrazi. Ajo vlerëson martesën dhe familjen mbi çdo gjë. Ky mesazh i ndjerë shërben si një kundërpërgjigje drejt për drejt ndaj skeptikëve që e kanë gjykuar banoren, duke u bazuar vetëm në personazhin e krijuar për reality show, duke lartësuar kështu portretin e saj të vërtet familjar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.